Sot kreu i Partisë së Krimit ju të rreq vëmendje për fjalorin. Ajo nuk është Partia e Krimit, është Partia Socialiste e Shqipërisë. Shiko. Ju të rreq vëmendje për fjalorin. E para, do ju jap drejt tjerën tjetër. Do të ruash vendin. Po sigurisht që do ruaj vendin, po dhe ju lutem. Mos më bëj të t'jap një. Po moderoni fjalorin jo si zakonisht. Kreu i Partisë Krimit mori epitetin më në fund më të merituar si Ramaduro i Europës. Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje një medje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe ndëgjuar në Shtetet e Bashkuara më kërkoi një intervistë dhe gazetari i mirënjohur Njoman filloi pyetjen e tij: Zoti Berisha, na fol pak për situatën në Shqipëri dhe Ramaduron. Pra, është bërë famoz për dy aspekte kryesore: për narkoshtetin dhe farsën elektorale. Kjo verë ju nuk festuat dot fitoren kallp me fars, sepse këtë verë në Bruksel, në Strasburg dhe të gjitha forumet ndërkombëtare u damkosët si një grup i shkrirë në një me kartelet e drogës. Petro, kush të nxori ty nga parlamenti? Kartelet të nxorën, ta them unë ty. Unë e di që do dalë këtu do thuar jo e këto ato, po ato të nxorën. Se po të kishe qenë i tyre nuk dilje ti. E do t'a japish, po s'ke që jep fare. Se e automat. S'ke as gjë që të jep, që të thush ti. Se ti do thush atë që t'kanë programue. Fol s'fol një loj flet. Ndaj dhe në qoftë se në Shqipëri, ku është ajo Sara? S'është këtu, as Zeqineja, s'janë këtu ato. S'kan ardhur akoma. Pra, në qoftë se në Shqipëri u zhvillua farsa më shëmtuar elektorale, ajo pati pasqyrimin më damkosës në botë.